A don me hinë gjennet? Bonu i mirësjellshëm me prind. Nëse e ki babën, nanën, gjallë, ndej afër. Dëgjoj ata. Bonu hizmet. T'jesh afër kërkesave të tyre. Wallahi billahi, kjo është rruga mas afërti që të çon xhennet. Mos respektimi i prindit dashurit e mi, mos mirësjellja ndaj prindit të mëkateve të mëdha. Është mëkat që robin e bën me qenë pretendent me hyrje zjarr xhenemit. Çdo gjuna i madh është shkak edhe e bën robin që e bën pretendent e bën me hyrje xhenem. Ahin asin kjo meselë tjetër është. Ama e bën e qëtë në autostradë xhenemit. Tha Ebu Hurajra, kom dëgju pejgamberin alayhis salam duke thonë: qofti në nëqmum, pastaj qofti në nëqmum, pastaj qofti në nëqmum ai i cili arin ndonjërin pi prindve apo dyt i ka, edhe nuk hyn xhennet. Nuk hyn xhennet, e sidomos që i keni prind gjallë, ndjeni kimetin. Sa atyne që ju kanë ndek prindat, e din sa e dhim shmash, dikush e lyp babën me pas afer, me bo muhabet me ta, me qa halin me ta. E ti që e ki babën gjallë, e ki edhe nanën, dhja kimetin Allah, dhja shuqërin Allah, edhe ri afer tëne, se baba e nana nuk rënojnë gjeth. Muawija ibn Jahma ka ardhë me vetë, me shkun luft ka lyp. Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, a ki nonën gjallë? E ki nonën gjallë? Ka thonë po. Shka ka thonë se të konë të sa e ki gjennetin. Këtë hadith, kër e flasin, e ndërlidhin disa pi ulemave, një pejtën është Bishr ibn Harith, që shka thot? Thot, e vladi kur rin afer prindit, edhe prindi janë dëgjan frymarjet e vladit vetë, kjo është ma e mirë për atë e vlad, se me shku në luft edhe më ndi kërsi me e shpatës ti në luft. Allahu e ka lidh fort adhurimin ndaj ti me respektin ndaj prindve. Tha wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Fa Allahu e ka bo farz, ka pru urdhër të prerë që vetëm ajt adhurohet, wa bil walidayni ihsana, e me prind musil mirë. Edhe një herë, ti që e ki nanën gjallë, e ki babën gjallë, dhja kimetin, edhe shko ri afer kërkesave të tëre, se nëse ti këta e ban, wallahi billahi ke me arrit knatësinë Allahut, se thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, rida Allah ala rida al walidain. Knatësia Allahut është me knatësinë e prindve. Knatësia Allahut është me knatësinë e prindve. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.